Marie Kraja, këngëtarja lirike, zëri i së cilës dikur gjendej brenda qenies së çdo shqiptari, u nda nga jeta më 21 nëntor të vitit 1999. Marie Kraja lindi më 24 shtator 1911 në komunitetin shqiptar të Zarës në Kroaci, por u rrit në qytetin e Shkodrës, ku prindrit zgjodhën të banonin e të ndërtonin jetën. Familja i kushton në rëndësi edukimit të Maries, një kujdes dhe mbështetje që e inkurajon vajzën e re të kap ëndrrën e saj, që një ditë të bëhej këngëtare e njohur. Ndihma e familjes dhe fati e sjell që Marie Kraja të ishte ndër femrat e pakta që arrin të shkollohen në universitetet e Europës perëndimore, duke kryer me kohë të plot shkollën e muzikës në Graz të Austrisë. Në konservatorin e Grazit, Marie Kraja u njoh dhe pati mundësi të interpretonte muzikën e Beethovenit, Brunkerit, Wangerit, Puccinit, Verdit e të tjerë, ndërkohë që doktoraturën zgjedh ta mbrojë me këngën lirike shqiptare. Pasi kthehet në Shkodër në vitin 1934, Marie Kraja bashkë me këngëtaren tjetër të njohur, Tefta Tashko Koço, me lirshmërinë, stilin dhe mënyrën e sjelljes në skenë dhe jashtë saj, do të sillin një aromë Europe për brezin e ri, sidomos për femrën e ndrydhur të veriut të vendit. Ne, ajo pakicë e vogël që ishim, domethënë ata zogj të tremur, si të thush. Marie Kraja dallohej për zërin e natyrshëm në skenë dhe për një timbër të qartë muzikor në kanto. Zëri i saj pastër dhe i kthjellët mrekullonte publikun shqiptar edhe për faktin se Maria kishte aftësinë që të përçonte te dëgjuesi jo vetëm muzikalitetin, por edhe kuptimin e çdo vargu të tekstit të këngës. Në vitin 1936, Marie Kraja emërohet pedagoge në Institutin Femnor Nana Mbretnesh, duke ndihmuar një gjenerat të tërë vajzash të konceptonin ndryshe kulturën dhe muzikën. Si mësimdhënëse Maria dëshmohet aq shumë influente, sa që një varg këngëtaresh të njohura do ta ndiqnin dhe imitonin modelin e saj në skenë dhe në jetë. Pas ndryshimit të pushtetit, në vitin 1944, Marie Kraja punon për një kohë te Radio Tirana dhe Liceu Artistik Jordan Misja. Me themelimin e teatrit të operas dhe baletit, Marie Kraja do të ishte pjesë e plejadës së parë të këngëtarëve bashkë me Tefta Tashko Koçon, Kristaq Antoniun, Mihal Cikon, Gjorgjie Trujën e të tjerë. Madje Maria do të ishte soliste qysh në premierën e shfaqjes së parë dhe mëtej nuk do të mungonte pothuaj në çdo event përfshir operan e parë shqiptare Mrika. Marie Kraja e entuziazmoi dhe e bëri për vete auditorin me zërin e kristalt dhe me shtrirjen e gjerë vokale. Ajo ishte në gjendje të këndonte me qartësi, forcë dhe lirshmëri në çdo regjistër zëri. Ishte një nga vlerësimet e kritikës së kohës për sopranon e talentuar. Suksesi i Marie Krajës në role të ndryshme operistike i mundëson asaj të luajë bashkë me artistë të tjerë shqiptar edhe në skena të mëdha të muzikës botërore. Disa nga rolet kryesore të luajtura prej saj vlerësohen operat shqiptare Mrika, Lulja e kujtimit, por të njëjtin sukses ajo ka korrur edhe me një numër pjesësh të huaja si Ruslanka, Nusja e shitur, Traviata, Dasma e Figaros e të tjera. Megjithatë, pasioni më i madh i saj mbetën këngët popullore. Supozohet se Marie Kraja ka interpretuar në skenë rreth 300 këngë popullore, trashëgimi apo prurje të reja të zonave të Pejës, Gjakovës, Shkodrës, Korçës, Beratit, Elbasanit e të tjera. Në vitin 1962, Maria Kraja nis punë si pedagoge e Konservatorit Shtetëror të Tiranës, ku edhe e mbyll në vitin 1966 me karrierën duke dalë në pension. Gjatë karrierës së gjatë, ajo u nderua me titullin më të lartë artistik, Artiste e Popullit, mori urdhrin Naim Frashëri të klasit të parë, medaljen e Mjeshtre e Madhe e Punës dhe laureate e çmimit të Republikës të klasit të parë. Marie Kraja e mbylli me këtë jetë në Tiranë më 21 nëntor të vitit 1999. Në homazh dhe vlerësim të talentit të saj, nisur nga viti 1999, në Tiranë mbahet për çdo vit Festivali Ndërkombëtar i Vokalit Operistik Marie Kraja, që ka për qëllim të promovojë artistë të rinj nga e gjithë bota
në fushën e vokalit operistik.